Në një letër dërguar qytetarëve, Elvis Shkampi, i cili vrau gjyqtarin Astrid Kalaja brenda ambienteve të gjykatës së apelit, kërkon falje familjes së viktimës dhe të afërmëve të tij, duke cilësuar ngjarjen si ato ditë fatkeqësie. Sot personalisht po shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Kalaja, të afërmëve, miqve dhe kolegëve të të ndjerit për humbjen e njeriu të tyre të dashur. Ndjej një keqardhje shumë të madhe edhe për familjen time, miq dhe kolegët që me veprimjet e mia i kam tronditur dhe zhgënjyer. Shkampi pranon se akti i tij nuk justifikon dhe se kundërshtimi i padrejtësisë duhet të bëhet në mënyrë morale dhe ligjore. Ai nxit qytetarët të kërkojnë të drejtat e tyre pa kaluar vijën e kuqe. Në Shqipëri ka plot magjistrat të aftë të ndershëm, por ka edhe shumë të lik. E këta të fundit nuk kanë as fe, as atë, as pikë morali njerëzor. Këta specie mizore përdorin çekiçin e drejtësisë për të thyer kokën e të drejtit dhe e kanë thyer peshorën e drejtësisë në një gjë thuajse abstrakte, e cila vetëm shihet, as nuk preket, as nuk ndihet. Në përfundim, Shkampi paralajmëron se ka shumë për të treguar dhe se do të tregoj kur të vi momenti, duke shtuar se ai dhe shteti shqiptar do të japin llogari njëri tjetrit për dëmet dhe padrejtësitë e bëra.